Përshëndetje të gjithëve, mirë se erdhët në ceremoninë e prezantimin e universitetit dhe programeve të LSS. Përkthyesit e mi, jeni mirë? Shumë faleminderit për mirëpritjen. Jam eloquent në shqip. Në emër të shkollës LSE, është një kënaqësi shumë e madhe të jem këtu në Tiranë për të mbështetur këtë program bashkëpunimi në Universitetin Luarasi. Jam drejtori asociuar akademik i programeve të Universitetit LSE. Jam shumë i lumtur dhe ky është një vit fantastik për LSE-n, duke qenë se në 2025 LSE-ja është 130 vite dhe gëzuar ditëlindjen LSE. Tashmë, pra 131 vite më parë, themeluesit tanë ishin dy themelues me një vizion për të krijuar një shkollë të Londrës për shkencat politike dhe ekonominë, dhe tashmë ky emër ka qëndruar kohës për gjatë gjithë këtyre viteve. Tashmë ne në 1985 dhe në vitet që kanë vijuar kemi punuar LSE-ja dhe të gjithë ata që e kanë udhëhequr me të gjithë institucionet e tjera për të pasur këtë emër në shkenca sociale, në ekonomik, në menaxhim biznesi, në financë dhe në analitikën e biznesit dhe të dhënave, duke reflektuar kuptueshmërinë më të fundit dhe modern në të gjitha domenet me hapjen e kohës. Strategjia 2023 të LSE-s, që është një nga dokumentat tonë thelbësor dhe kyç për të edukuar dhe ndikimin global të akademisë, dhe në universitetin tonë, në LSE, ne kemi një krenari të madhe për mbështetjen e të gjithë programeve akademike për studentët në të gjithë botën, dhe ky është një lajm fantastik që për herë të parë në Shqipërinë fantastike, me të gjitha universitetet edhe në Universitetin Luarasi për këtë bashkëpunim që do të kemi. Sigurisht që do të përfitoj nga kjo mundësi, besoj që ne jemi live në transmetim, që në emër të LSE-s dhe Universitetit të Londrës, një mirënjohje për udhëheqjen e Universitetit Luarasi, presidentes Fabiola Hysembelliu, e thash mirë? Rektorit, profesorit e Them Ruka, zëvendës rektores, gjithashtu faleminderit për mirëpritjen. Shumë falënderime nga zemra për angazhimin afatgjatë dhe bashkëpunimin. Ne dim që kemi pasur barriera, sfida, por të gjithë jemi shumë të përkushtuar për të përmbushur vizionin tonë që studentët në Shqipëri të marrin programin dhe programet akademike të LSE-s. Faleminderit për mbështetjen e programeve dhe ne mezim presim suksesin e studentëve që do të diplomohen në vijim. Do të jem i përmbledhur një background akademik për programin, çfarë studentët do të përfitojnë për bachelorin në menaxhim biznesi, në financë, në shkencën e të dhënave dhe analizën e biznesit. Pra përgjatë studimeve në vijim dhe në këtë kampus universitar fantastik me akademikët e LSE-s dhe kolegët e mi të nderuar, ne kemi zhvilluar të gjithë materialet, kurikulën e kurseve dhe detyra ime si lektor për të gjithë studentët e LSE-s. Dje në të njëjtën kohë ne ndam statistikat e përbashkëta për disiplinën që unë mbuloj dhe do të jetë identike konteksti, kurikula që ne kemi atje në Londër dhe këtu në Universitetin Luarasi, pra të gjithë punojësit do të jenë besimplot për sa i përket të gjitha
kurikulave, programit që ne do të zhvillojmë dhe këtu në Universitetin Luarasi në sistemin e Mbretërisë së Bashkuar është një program me kohë të plotë, por ne mezi presim që të kemi bashkëpunimin këtu në Universitetin Luarasi për të ndarë sukseset, njohurinë dhe karrierën e të gjithë pedagogëve, lektorëve që do t'japin mësim dhe në Shqipëri me programin e Universitetit të Londrës ne duam që të kontribuojmë për kapitalin human edhe nëse studentët nuk janë me kohë të plotë por janë në distancë, pra në të gjithë botën, rrjeti i bashkëpunimit dhe ekspozimit ndërkombëtar me studime me kosto të ulët. Pra, e dim që në Londër është shumë më shtrenjtë, qyteti dhe jetesa është akoma më shtrenjtë se në Shqipëri dhe besoj që këtu do të jetë më e mundur për të marrë të njëjtën diplomë, pra do të jemi në pozicionin për të kontribuar për zhvillimin ekonomik duke studiuar në distancë, pra duke rritur për ekspozimin ton, jehonën e universitetit ton dhe bashkëpunimit për të marrë të njëjtën diplomë edhe në Shqipëri. Ne mezi presim të prezantojmë programet, të shtrim dhe të rriten këto programe në vitet, dekadat në vijim dhe sërish dua të përforcoj kënaqësinë që jemi këtu për të nënshkruar marrëveshjen dhe për të mirëpritur studentët e parë në muajt në vijim. Në një vizitë të shkurtër në Tiranë, unë dhe Roberti do të organizojmë seanca, seminare për të ndarë praktikat më të mira të LSE-s së bashku me fakultetet e Universitetit Luarasi për të garantuar që studentët në Luarasi të përfitojnë nga edukimi dhe diploma e LSE-s. Ky jam unë në ekran. Pra, një version më i ri i imi në foto. Ne do t'ju mirëpresim dhe në Londër, në shkollën e verës së LSE-s dhe për mundësinë e rrjetëzimit për të pasur një mundësi praktike dhe internship në Universitetin e Londrës, të LSE. Faleminderit Universitetit Luarasi, faleminderit të gjithëve që keni ardhur në seancën e prezantimit të sotëm. Lutemi shpërndani jehonën e programeve të LSE-s dhe diplomave që do të jenë të mundshme pra me mundësinë e dhënë në Universitetin Luarasi me këtë disponueshmëri dhe ju falenderoj nga zemra shumë. Thank you very much, Professor Avdej. It was really a great discussion. Ishte një diskutim shumë i vlefshëm, shumë i mirë dhe një mundësi shumë e mirë për të bashkëpunuar së bashku